Paraja nuk është vetëm një mjet për të blerë gjëra, por një pasqyrë e mendësisë tonë, e disiplinës dhe e përkushtimit që kemi ndaj qëllimeve tona. Kush mëson të menaxhojë mirë një shumë të vogël, është i përgatitur të menaxhojë edhe një pasuri të madhe. Mos e shih paranë si qëllim, por si pasojë e natyrshme e përpjekjeve, e punës së ndershme dhe e besimit në veten tënde.